Ndalim tani në të tjera zhvillime, apeli i GKK-s ka lënë sërish në qeli, duke mos ndryshuar masën e sigurisë për ishte dashurin e Safet Bajrit, i cili është arrestuar me urdhër të prokurorisë posaçme disa javë më parë. Ne do të marrim më shumë informacione dhe detaje mbi zhvillimet e fundit që vijnë nga GKK, por dhe nga SPAK pas pak në raportimin e kolegut Sokol Dema dhe me zhvillimet të tjera të cilat kanë ndodhur gjatë ditës sot. Me shkojmë një në raportimin e kolegut Dema, ndërkohë ndaremi tek lajmi që sapo pra citova pak më lart për vendimin e mos ndryshimit të masës sigurisë nga ana e apelit të GKK-s për Eria Agon, e dashura e Safet Bajrit, e cila akuzohet se ka drejtuar një prej makinave në vrasjen e Fatbart Licit, krimi ndodhur në 2018. Përshëndetje Sokol. Po në Ertil, përshëndetje. Në fakt, ditën e sotme në gjykatën e apelit pra të posaçëm në kryeqytet ka qenë seanca e kërkesës së Eria Agos, e cila ka qenë e dashura e Safet Bajrit në vitin 2018 në momentet kur është vrarë pra Fatbart Lici për të ndryshuar masën e sigurisë të dhënë më herët nga shkalla e parë ajo arrestit në burg. Megjithatë, argumentet e saj pra për të kërkuar lirimin e masës pra nga arrest në burg në një tjetër masë më të butë nuk janë pranuar nga ana e gjykatës së posaçme të apelit, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Kujtojmë që Eria Ago pra ka qenë në një periudhë të shkurtër në lidhje sentimentale me Safet Bajrin, po ashtu e arrestuar në një operacion pra apo përmes një dosje të SPAK në lidhje me zbardhjen e vrasjes së Fatbart Licit. Kjo e ndodhur në vitin 2018. Por çfarë lidhje ka patur pra Eria Ago në atë ngjarje? Nga zbardhja e dosjes që Report TV ka bërë më herët, rezultoi se Eria Ago ka udhëtuar që në orët e para të mëngjesit pra me Safet Bajrin dhe me personat të tjerë pra që kanë qenë të përfshirë në ngjarjen e rëndë, siç është rasti Asmer Bilalit në drejtim të Shkodrës, që më pasi ngjarja pra ka ndodhur, Asmer Bilali dyshohet të ketë qenë qitës në këtë ngjarje pra të rëndë dhe shoqërues në automjet si drejtues i kësaj të fundit ka qenë Safet Bajri. Pas ngjarjes, pasi është djegur pra edhe makina, Eria Ago me sa duket akuzohet nga ana e SPAK se ka marrë pra në zonën e Shkodrës Asmer Bilalin dhe me automjete ka transportuar në drejtim të Tiranës. Automjetin në fjalë kanë lënë në bizneset e Plumgjokës dhe më pas Asmer Bilali është larguar në drejtim të Firit, aty ku ka ndezur edhe celularin. Pra, me sa duket vite më pas, pra 7 vite më pas ngjarjes së eliminimit të Fatbart Licit, SPAK ka mundur të sigurojë prova pamje filmike të cilat janë koordinuar pra nga ana e strukturës së posaçme në kuadër edhe të hetimeve të shumta që janë kryer për disa ngjarje të ndodhura në vitin 2018 pra në zonën e Shkodrës, kryesisht konflikte që kanë prodhuar viktima mes fiseve Lici dhe Bajri dhe që konkretisht mund të konsiderohet e zbardhur tashmë vrasja e Fatbart Licit. Megjithatë, po ashtu pra të arrestuar apo me mas sigurie për këtë ngjarje janë edhe tre antar të këtij grupi, dy prej tyre të fisit siç janë Behar Bajri dhe Safet Bajri, por edhe Asmer Bilali arrestuar më herët për llogaritë të SPAK dhe procedimeve të tjera penale të cilat janë kryer më herët. Sigurisht që në javët në vijim janë hetimet që SPAK do të përfundojë në lidhje me dosjen që patjetër do të kopësitet për shkuar në gjykim brenda fateve ligjore.